Salvet amici! Odio in parte historia Roma të Ilirim con një giti më remur. Vide për Moskvit Roma dhe midis dikserit e të kujt I pisërpsit për kuj I pisëqanit. Që të nisim me shpjegim të kthehemi në fillim për Romën që u krijuat ndër shekuj u zhvilluan në 753 para erës sonë. Thuhet se dy binjak u rritën nga një ulkoj nga një shat I vogël në një perandori. Roma ndër shekuj u bë superfuqi. Ai pushtoi edhe botën e dominoi mbi 50 shtete që përbrenda I shkatërroi. Italia, Greqia, Hispania, Gallia, Britania, Afrika, Egjipti, Libia dhe pjesë të tjera të Afrikës, Azia, Siria, Lindja e Mesme, Judea dhe Iliria. Veprat letrare që ne sot do të diskutojmë fillojnë nga shkrimtarët që ishin para ne. Straboni jetoi gjersa shkroi në diet. Ai shkroi Geographica kur Cezari ishte mbret. Në këtë libër ai shkroi dhe për ne. Et plerek gentes ilirice qua antiquodus posatem abebant, Dardania et autorite, Delmat et Liburni. Pastaj Virtit Livi, I cili kaloi 70, ai shkroi për Romën, libra me adet, libri që do përmendim është Ab Becodicta. Pra 142 në të 43 jemi ne. Legatus a consule in Illyricum missus, intergentes infecta sistere et Illyrus era. Bellum Illyrus indicatum est quia unus ex legatis quia eos misi erant occisus est, et subacti ad Demontium venerut. Itacitium turba e imperium Illyria dederi. Dhe plaku I madh arriti 102, ai shkroi e në shpërtimin e Vezuvit jetën e ndëroi. Ai shkroi çfarë shkroi dhe as në moment nuk ndaloi. Kur foli për Ilirin, kaq mundi të thoj. Dindo pars panoja në pinibus tecta, und alpium civili monores, fund dum per Illyricum astreptrone, ab miderium transud, in palmas mites a dextra et sinistra descendit. Ea pars qua madre hydraticum prospisit Delmatia et Illyricum supra dictum appellator, a septentrione Pannoniam tangit, in ea regione sunt colonie Emona, Siscia. Pas prim plaku, futemi në Kotë të Reja me Suetonin që arriti kulmet të denjë. Ai shkroi rreth Cezarit e familjes së tij dhe Ilirëve ishte plot me risi. Kryengritjen e madhe ilire e referoi historiani Suetons e shkroi kryengritjen si konfliktin më të vështirë me të cilin u përball Roma që nga lufta pundike 2 shekuj më parë. Appiani I cili deri në 70 shkoi për luftën Ilirë-Romake, ai shkroi dhe me detaje e përshkoi. Illyricus I komplet pjesa e Dalmacis veriore dhe breg deti Adriatik. Medion Casin neve përfundojmë, ai 100 vite histori në 80 libra I ngushtoi. Vetë 80 vjet ai jetoi dhe për Ilirin sërish ai shkroi. Në për këto rjeshta kënge që kemi përmendur, po të dëgjoni një gjë do kuptoni gjatë gjithë kohës, Iliria ka qenë provincë ku do të shkojë kishe kushtrim. Në çdo pushtim që kërkon e në çdo deke që do të bësh në Iliri një gjë, do të kuptosh sa do të kërkosh dhe dëshirosh të lëndoshe. Nuk do të gjesh dali nga një kurth që me dalje nuk të josh. Duhet ta dini që sa do të kërkosh, nuk do të gjesh hapje që të shpëtosh. Kur je në labirint në një kurth rrëfeje, çdo rrugë të çon në Rom drejt një feje.